Teksa zyrtarisht është kandidat për deputet në zgjedhjet e 11 majit në qarkun e Korçës, Bledi Çomo ka shpërndar një status falenderimi për ata që vot besuan për kandidaturën e tij dhe nga ana tjetër premton se do të bëjë një nga përfaqësimet më dinjitoze për Pogradecin në kuvend. Ndër të tjera në statusin e tij në Facebook, Çomo shkruan: "Së pari dua të shpreh mirënjohjen time për besimin që mu dha për të kandiduar në zgjedhjet e 11 majit e për të qenë zëri i pogradecarëve, mokrarëve, gorarëve në kuvendin e Shqipërisë. Dua të shpreh falënderimin tim për kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama, drejtuesin politik të Korçës Niko Peleshi dhe bashkëpunëtorin e mirë të palodhur, kryetarin e Bashkisë Pogradec Ilir Xhakolli, i cili gjithmonë më ka mbështetur në rrugtimin tim politik. Dua të theksoj se ky kandidim nuk është një kërkesë për të çuar Bledin si individ në parlament. Unë mendoj se si pogradecar, të gjithë ne meritojmë të kemi në kuvend njerëz që të përfaqësojnë denjësisht Pogradecin e që të orientojnë vëmendjen e qeverisë e ministrive tek problemet reale që ka komuniteti ynë i madh. Pogradeci në kaq vite që qeverisë Partia Socialiste ka pësuar ndryshime të mëdha. Nga një qytet ku mungonin investimet bazike, vetëm në 6 vitet e fundit ka marrë investime sa për 30 vjet të marrë së bashku, kryesisht në infrastrukturë, shërbime, ujësjellsa, projekte në funksion të turizmit e të tjerë, shkruan në mesazhin e tij Bledi Çomo.